Të drejtë për drejtë, do të shkojmë tani me pamje të drejtë për drejta me zotin Lapaj në një takim me qytetarët në Shkodër. Këtë vend e ndërtojmë ne, bij dhe bijat e këtij vendi. Dhe ka një gjë, jemi brezi i fundit ne, që luftojmë kështu, sepse ne jemi mes brezit të rinis që mund të iki se e ka parë botën, po ende në traditën e atyre prindërve tradicional shqiptar. Fëmijët tanë nuk kanë për ta bërë më këtë sakrificë. Absolutisht edhe ne nuk do kua kërkojmë. Se pam të na ikni vitet e jetës së prindërve tanë para syve, po plaken prindit e mi, dhe nga ana tjetër po shohim se si po na ikin jeta dhe neve dhe nuk mund pranojmë që të shohim se si tu ikë jeta fëmijëve tanë. Kështu që o bëhet tani kjo punë dhe o njerëzit i thrasin mendjes, o të jeni të bindur ju që këtë vend kanë me egzu të tjerë. Kanë me egzu të tjerë. Sa me u hap moda me ardhë këtu, nga Kina, nga India, nuk kam ndonjë gjë me ta. Po ky është vendi i parëve tanë. Për këtë vend ka shumë dëshmor, ka shumë gjak. Me qenë me e lënë këtë traditë e këta dhe e kishin lënë gjyshit tanë, nuk ishim pse vriteshin. Kur u vinin me bajoneta dhe me topa të tjerë dhe këtu në Shkodër, në mënyrë heroike, luftonin me gur, sër gjyshit tanë. Po të që me dorëzu e kishin dorëzu ata. Kështu që ne nuk mund ta dorëzojmë. Dhe nuk jemi duke bërë politikë. Kush mendon që jemi duke bërë politikë ka shumë gabim. Kjo është çështje ekzistencialiste. Në vitin 2013 Shqipëria ka pas jetëgjatësinë, më falni, moshën mesatare 32.5 vjeç. Sot që ne flasim e ka 44 vjeç. Po plakemi. Nuk është gjë e keqe me u plak, po është gjë e keqe me u plak një komb. Pra me u plak që njeri është normalitet. Me u plak një kom është hau i madh shumë, sepse zhbëhet po u plak, sepse merr fund po u plak, sepse nuk ka më rini për të punuar, nuk ka më rini për të paguar pensionet, rrogat, e merat, siguracionet, nuk ka më rini me i dalë zot në një lufta në një gjë, se këto historitë që do na mbrojnë të tjerët, jo, tokës tonë do i dalim zot vetën edhe duhet me i dalë zot vetë, si çdo vatani dilet zot vetë. Edhe koha po e tregon që po si dole zot vetë nuk ka. Do shtish njerë push këti që të vi unë tjetri me të një mu. Po nuk shtive ti, nuk vi unë, s'ka arsye të vi. Apo e kam gabim. Kështu që në këtë drejtim, kjo nuk është për politikë, kjo është për të ekzistuar. Ne kemi nis këtë betej, shumë thonë, nuk e rëzoni dot. Po rëzimi është proces. Maratona është një hap që e hedh dikush, pastaj bën kilometra të tërë. Çdo gjë është proces. Po ama, po e rrëzojmë gjithë fasadën e tij, që nuk ish guxuar më kushtja bënde kaq vite. Po e rrëzojmë fasadën të ndërkombëtarët, po e rrëzojmë fasadën të çdo qytetar. Si? Duke guxuar dhe duke i thënë poshtë zyrës së tij që ju jeni hajdut, na vidhni. Duhet me qenë njerëz të ndershëm me i thënë dikujt i hajdut. Duhet me pas guxim në një republikë si kjo me dal atje me kujtu sa herë kalonte zyra që jeni hajdut. Dhe po e bëjmë këtë për t'i vrarë frikën krejt shoqërisë, krejt atyre që shohin. Dhe nga ana tjetër për të mobilizuar qendres. Shqipërisi duhet një klasë e re politike dhe një opozitë e një dimensioni të ri. Çdo gjë ka kohën e vet. Unë do ju ftoja që këtu në Shkodër të organizoheni masivisht për të ngritur bërthamat, lëvizjes tonë në çdo fshat, në çdo qytet, si administrative. Edhe në çdo lagje këtu. Keni besim që kjo është rruga e duhur. Rruga e qendrëstarëve. I dham provat me balt, me kosto, por i dham. Koha po na jep të drejtë. Nuk pranuam të ndanim pushtet me hajdutët, nuk donim të na përdorte Edi Rama, kaq. Nuk donim të ktheheshim thjesht në partinë e radhës që merrte përqindje në administrat, nuk donim. E kish parë një Shqipëri atë histori, nuk mund ta shikonte prapë. Nuk donim të zinim kohëtuqet dhe vetë të ktheheshim në zhgënjim për këtë vend. Një njeri e bëri këtë nga ne, pra ai që qenë në koalicion, se s'kejoni ai po. Ne u detyruam nga ideja bashkoni edhe ja. Njeri zgjodhi karrigen dhe shikoni çfarë dëmi bëri. Po sikur të gjithë kishim zgjedh karrigen. Dhe secili nga ju duhet ta marrë këtë si një mesazh të qartë që kjo që e prova e zjarrit që ne e kaluam. Nuk u tunduam, po qëndruam. Nuk u trembëm, po qëndruam. Nuk u nënshtruam edhe kur që momenti që
Unë shikoja Batarin e Baltës nga çdo anë. Por u organizuam dhe filluam sërish të vim qytet me qytet, fshat me fshat. Dhe sot, fatmirësisht, unë shoh që këtu në Shkodër po më presin në një takim të tillë më shumë njerëz se më kanë prit në herën e parë, që qedhe fryma e me radhë. Dhe për këtë jam i njohës këtyre djemve dhe vajzave fantastik, që edhe pse u sulmuan e qa nuk u than, kanë qëndruar dhe janë treguar besnik vërtet të kauzës. Ne kur nuk kemi premtuar vende pune, ne kur nuk kemi premtuar rregullime të vogla, ne jemi marrë me gjërat e mëdha. Do thoni ju jeni ende të vegjël.